Me Bajram Krasniqin. Po, i ndërru, prej nga po na thirrni, cili është problemi? Unë jam të thirr për i Francës, jam invalid i luftës. Po. Edhe jam në terapi në Francë 17 vite. Po. Edhe me kam premtuar që me kam premtuar për një banim me shpedin policin, po dije unë po një kryna edhe kur njës ma kanë krye. E kom bo lutin, e kom shua ankesën për banim, edhe më takon, normal më takon. Po. Po se di vesh ma bojnë rraf, që është krejt komandantët për i mas luftës ma kanë bo që është të tash, edhe ma po të njëtën që 27 vite jem pa banim. Po. E se t'ja egzistan ajo është. E di që i kanë dërtu, ka premtu realisht kryetari për me UAJA pra këtë pjesë, po pa tjetër të flasim pra me kryetarin dhe informoj. Jo ishit në Francë, apo? Zotë Krasniqi? Po nga po dijeva Bajram Krasniqi edhe dim fort mira, se që të nlap me 28 mars 1978, 99 i këm tërhjesht 300 familje me Nazem Veselin e rreshtar në policinë e Podujevës. Edhe këm boj shumë vasë për Podujevë, që ato këm u shëndetin edhe ato i këm morë plak të krejt. Pa to një në gjarje, po është problemi që s'pi interesan kërkojnë, e kam 2 fëmijë, se unë për vetës më të s'pëllipi ku zheve, s'pëllipi një kusht normal, s'ma me jetu e. Për 7 fëmijë edhe për një grue që kam, jo ma shumë tjetër. Se këtu i kim do dokumenta, nëna vazhdojnë çdo 6 muaj, çdo 1 vjet, do kim një fast status diçka të përgjithshëm. Po. Edhe po dëshironi pra mu kthyn në Podujevë, me vazhdu jetën. Po do mu kthy gjithçysh nëse për çato këmbllon shnet jetën për çato vend. Po. Po terapi ka atje s'kisha kushtet për terapi, se terapia është shumë e shtrenjtë. Edhe s'kisha kushte kur qyshin aty me përvallues, s'mësha. Edhe më tash pa çare me dalë edhe më shërua vet pa ndihmën e shtetit, pa ndihmën e kërkoj veç me ndihmën e familjarëve të mi më kanë qitë në grup. Më shërua. Po. Ja, më ka premtuar kesh sa 2 herë më konë, më thonë s'është problem. Edhe unë di se në lagje ato bashkë në lagje time i kanë drejt do shtëpia, domethënë kanë ka 2 parë, është edhe polic, është edhe invalid jo që ky punon. Unë as punoj as kurrë se 80% me kam aftësinë për domosdoshmë kufizore, deri në 80% e kam invaliditetin në Francë. Po. Ju kuptoj shumë mirë. E kam një terapi shumë gjatë, edhe i kam këtë dokumentacionin, ja kum krejt, po nuk e di as pyetje interesante, se di në tash mas të ka e poshtë për ankesa këto që ata. Po. Pa tjetër, e thrasim kryetarin, do ta kemi mos largu nëse ju sot nesër.